Përshëndetje të dashur miq, po takohemi edhe sonte bashkë në DTV Media. E tani është koha për t'ju tregoj se kush është i ftuar për sonte. Unë sonte kam kënaqësinë, kam nderin ta kem në një intervistë shumë ekskluzive, një intervistë që shumë çka nuk është thënë në publik. Me mua sonte zotri Skënder Thaqi, për herë të parë vjen për me nda shumë çka nga jeta, profesioni dhe misioni i tij. Zotri Skënder, mirë se erdhe. Faleminderit që më the po, edhe që erdhe sonte. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Mersi. Fillimisht, po du me të komplimentu gjithë shka që po bënë. Në media nuk është që të kemi po shumë, por me aktivitetet të shumë ta në fakt. Dhe ato intervistat e tua që jënë bo pak, nuk është që ke dojë shumë në media, nuk është që je paraqit shumë, ka bo gjithmonë për shtypje kjo. Dhe me thëmë, pavarësisht këto vitet të fundit, nuk është që ju kom po shumë në televizion. Se ke vendosë me majtë hermetikisht ta për vete? Jo. Ashtë strategji. Faleminderit, jo, nuk është strategji, po me gjithat e me fjalë nuk mund të themi që s'kemi dalë, ka pas ftesa, po edhe në shumicën e rasteve nuk kemi gjetë kohën përshtatshme, domethënë me angazhimit edhe këto, dhe kjo mund të jetë një nga arsye, po jo që unë kom qenë pjesë asaj që i kom spostu apo s'kom qenë i gatshëm për dalë media, se me mediat jam i familiarizuar që herët me fjalë që në vitin 92. Jo, e kuptoj, por viteve të fundit nuk është që shumë ju ke dhënë shumë rëndësi, ndoshta ju ke dhënë më shumë punës, angazhimit, e kjo më ka bërë gjithmonë përshtypje. Domethënë, ajo gjysh një pasqyra tjetër që ti veç më dalë nuk është që e ke preferu. E kjo po më bën përshtypje, pse? Po për fat keq të nën mediat, me gjithë respektin për mediat, me fjalë, po si duket mediat po jepin shumë kujdes, domethënë pjesë e analizave edhe politikës. Po. Se sa pjesës tjetër, domethënë të asaj përditshmërie dhe jetës sociale, domethënë të ballafaqimit me njerëz, me popullatën, me problemet, me hallet, me realitetin domethënë që po jetojmë në Kosovë. Dhe këtu pak po e bëj një vrejtje domethënë që po çalon pak domethënë jo si media juaj, por në përgjithësi në Kosovë. Në ato intervista që ju kom pa, nuk është që kom nuhat në shumë detaje të rëndësishme, si për shembull familja ose diçka e ngjashme. Edhe për këto jam kon shumë skeptik me të ftu, edhe me fol shumë çka bashkë. E që besoj që sonte kemi hap zemrën për shumë çka. Fillojnë dhe flasim mbi një familje dikur, që kur gjë nuk ka qenë e lehtë dhe thjesht, sot je një personalitet goxha i madh, keni bërë shumë edhe për të tjerët, por kjo pjesë besoj që është në arkivat e tua shumë moment i rëndësishëm. Faleminderit, po me preket domethënë në pjesën e emocionit, domethënë edhe asaj ndjeshmërisë të thellë shpirtërore. Fakti është që jeta ime dhe vullajti im mbi një akt të ndjerit kushtrimit nuk ka qenë lehtë. Për shumë arsye, dhe arsyet të parë kanë qenë domethënë arsyet politike. Domethënë jati im, po futem pak në mënyrë kronologjike, domethënë që jati im Imer Thaçi është me origjinë nga Puka, nga Shqipëria, dhe në kohën e mbretërisë të mbretit Zog ka qenë i shkolluar domethënë ushtarak, i ka shërbyer dheut, dhe me okupimin e parë, me okupimin domethënë që e bënin fashizmin e 39-ën në Durrës, ishte nga të parët me Abaskupin, me Muj Qinakun, ato që edhe kemi lexuar nëpër libra, por jati im nuk figuron në libra, se pastaj doli reaksionar domethënë sistemin komunist, ka qenë nga të parët që ka kthy pushkën kundër fashizmit në Shqipëri. Ka drejtuar dhe luftën e dytë botërore, domethënë ka qenë drejtuesi i luftës dytë botërore, domethënë për Pukën, çetet e Pukës, dhe mbas luftës pastaj nuk u pajtu me sistemin komunist, me regjimin komunist, që ky ishte krejt diçka tjetër, ky ishte një legalist, një ushtarak i shkolluar, domethënë që kishte shërbyer dheut vet, jo idealizmit dhe komunizmi, socializmi që filloi për të instaluar në Shqipëri, dhe u burgos nga regjimi komunist, u dënu me 7 vjet, pastaj u bë amnistia parë dhe ishte problemi se si të vazhdohet në jetë, dhe morën qendrim për të arratisë si shumë bashkëluftar, bashkëvendimtarët e tyre, dhe arratisja ka ndodhur në fund të 49-s, domethënë fillimisht ka rënë Gjakov. Me synimin domethënë që të marrin pastaj rrugtimin për perëndim Evropë ose në Amerikë, si shumë tjerë që kanë qenë si nacionalistë. Në Gjakov pastaj janë instaluar aty, dhe nëna ime është martuar me domethënë
martesa që është bo me nënën time, me një martësore nga Vuthe, nga Plavgusia, në vitin 51, dhe në atë periudhë është kriju Komiteti Shqipëria e Lirë me qendrën në Romë. Tashi, komiteti nuk e di opinioni se sa mund të di një opinion që është idealist edhe din. Në Komiteti Shqipëria e Lirë në qendrën në Romë kanë kriju, dhe më thonë, nacionalist shqiptar, shumë adetar, duke filluar nga Mithat Frashi, Abbas Kupi, Gjafer Deva, Recep Krasniqi, dhe më thonë, figurat eminente që kanë qenë, dhe më thonë, që kanë lanë vend e vetë, kanë qenë detruar, që kanë vepruar në për Komiteti Shqipëria e Lirë kanë formu anglo-amerikanët dhe qendrën kanë pas në Romë. Ku do dalë? Do dalë këtu, dhe më thonë që me atë që nuk e lanë babën tim, këto shokët e vetë, idealistat për të marrë rrugtimin e Evropës dhe të botës, dhe e ngarkuan me detyrën e drejtuesit të Komiteti Shqipëria e Lirë për Krejt Jugosllavi. Dhe ka qenë drejtues i Komiteti Shqipëria e Lirë për Krejt Jugosllavi. Komiteti Shqipëria e Lirë ka pas një platformë që sot, aktualisht që jemi në vitin 2025, dhe më thonë, po e jetojmë atë platformë të atyre borave, atyre patriotëve të asaj kohe. Ka qenë e para, ka qenë lirimi i Shqipërisë nga doktrina komuniste. 2. Bashkimi i Kosovës me Shqipëri, trojet. 3. Lidhja me ekonominë dhe me ushtrinë perëndimore. Tashi do dalim këtu. Shqipëria u bon vite që iku komunizmi theu qapën, ta them kështu populloshe, Kosova me Shqipërinë de facto jënë të bashkuara. De jure është këtë diçka tjetër. Kosova është shtetë në vete, shteti shqiptar është shtetë në vete, po kombi është i bashkuara. 3. Ekonomia e tregut, kapitalizmi, është si në Shqipëri, si në Kosovë. Dhe më thonë ekonomia evropiane, e tregut lirë. E 4. Lidhja me ushtrinë perëndimore, është NATO. Shqipëria është në NATO, ne në Kosovë kemi NATO. Dhe më thonë, janë ata burra që qëtë viteve të 50, dhe më thonë, kanë mendu, kanë pas një vizion ma të qartë, edhe kanë gjujt ma lërkë se sa ne sot që mendojmë se çdo gjë, historia fillon nga brezi jonë, ose nga brezi më i ri që në rahi se kjo punë. Dhe më thonë, janë sa figura shumë eminente, dhe më thonë, që kanë sakrifikuar dhe kanë lanë edhe jetën, edhe çdo gjë, dhe më thonë, për këtë ditë sotin. Dhe kjo është ajo e babes tim, dhe faktikisht pastaj kanë fillu persekutimet. Pikrisht do dalë këtu të pyetja juaj, dhe është burgosia tim me argjën tim, dhe më thonë, në atë periudhë ne kemi jetu në Prishtinë dhe një kohë pastaj në Podujev, që ne kanë trajtu si emigrantët të Shqipërisë, dhe janë burgos, dhe i kanë dërguar në burgun e Nishit. Kanë qenë të dënuar nga 2 vjet e gjysmë. Pas lirimit të burgut të Nishit, në 57-ën, ato të grupit të tyre me fjalë, i qojnë fjalë babes që duhet të le Kosovën, puna servimit të UDB-s edhe njerëzve që kishte ta këtu spiona, dhe më thonë që punojshin për sistemin Jugoslave dhe për UDB-n. Me që jati im ishte dhëndër në Plavgusi në Vuthaj, aty gjeti pretekstit për të shkuar në Guci. Për të largu, dhe më thonë, prej pjesës e opinionit edhe survimit UDB-s këtu në Kosovë. Dhe janë vendos në Guci. Faktikisht unë kom lind në Guci, në atë periudhë. Po ajo gërgota e UDB-s edhe pjesë e persekutimin, do më thonë, nuk ndaloj aty, vetëm e burgosin e babait tim, po erdi dete edhe shkatrimi fizik, do më thonë. Dete vrasja e agjestim, do më thonë që në një moment të caktuar u rrethu shtëpia, nuk u dorëzu dhe kërciti pushka dhe me fjalë në ballafaqim dhe agja im me forcat sërbe, jugoslave, me të i vram. Në atë moment marrin tjatin tim, dhe më thonë, në burg, e burgosin, dhe pas 7, në fakt, pas sa dite mund tjetë rreth 10 dhe në 2 javë, e zhdukin. E zhdukin, dhe më thonë, dhe unë sot e kësaj dite nuk ja di asesht atë babes tim, dhe më thonë, orë të varë humbur nga sistemi Jugoslav, nga UDB-ja. Po që ndodhë? Në marrin familjarisht, nanën tim e badin, vllajnë, kushtimin mu, gruan e Argjës me vaj që kishte vajzë 1 vjeç edhe ishte shallxan dhe na çojnë në burgun e Nishit, në Këshiqit në Maltezi. Dhe ky që e shihni përballë sot një burr plak në mosh, ka
ka qëndru 4 vjetë e gjysëm në burg. Dhe më thënë, trupi im, zhvillimi im, që 2 vjeç, ka fillu mu kali, dhe më thënë, rritja në burgjet e udbes edhe sistemit Jugoslav. Ne kemi qëndru 4 vjetë e gjysëm në burgun e Nikšićit, në Maltezi. Dhe po jo të regoj edhe një diçka tjetër, dhe më thonë, shumë prekse, dhe më thonë, edhe për opinionit a di, dhe më thonë, se sfidimi i kombit tonë nuk ka qenë i lehtë, dhe më thonë, për të rritë ku jemi sot këtu. Gruaja Arës ka qenë shtatzanë, dhe pas 3 javësh lind vajzën në burg. Dhe nana ime, pas ndjes, i vea emrin Burge, me simbolikën e burgut. Dhe ajo sot jeton në Nikël të Krujës në Shqipëri, është gjyshe, dhe më thënë, dhe e mban emrin e asaj sakrificit të ati burgut, ati persekutimit, dhe më thënë, të asaj kohë. Pas daljes burgut, familjen Arës time kthej në Shqipëri, se ato ishin shtetës të Shqipërisë, nana ime me që i kishte lindën në Vuthaj në Plavë Gusishte, shtetës Jugoslave, me konventa ndërkombëtare nuk ishin drejt për të na deportuar neve në Shqipëri, dhe ne qëndruam, dhe më thënë, deri në vitin 71 qëndruam në Guci. Të shqan do tjetra, ajo femeria jonë, ne kur jemi këtu nga burgu, në të shtepi që edhe ajo nuk ishte jona, nuk kemi gjetë asi gjën në të shpi, çdo gjë në kishin marë, me atë fukarllëk që ne kishim. Dhe ajo nanë, se nana shqiptare janë ikone, janë dhe më thënë pjesë e ngritjes e familjes edhe të kombit dhe të sakrificës. Ajo nanë ka punu ditë e natë, ka punu arave, me ditë pune, në Guci për të në ushqyne, për të në pru copën e bukës, dhe më thonë, për të ngi barkun bukë. Ka da në bjesh, ka ngmledh bornica, për të shita do bornica, për të në vesh për të në math. Dhe më thonë, një martësore, që ndihem aq krenar, dhe më thonë, për te, që është e veçantë, që normal që është edhe veçantë, se është bia e Cuca Vdyles e Gjysenit. Kush është Cuca Vdyles e Gjysenit? Cuca Vdyles është heroin e kombit që është përballë me forcat malazezo-sërbe në Gjysen të Tropojës dhe i është vra vllai prej tyre dhe kjo ka marrë hakun me sakic, i ka mbyt 3 sërb malazez i ka lënë ndekun aty. Ajo është heroin e kombit, dhe më thonë, ate ka bo, ajo Cuca Vdyles ka bo në anën time. Dhe ajo badhja që unë po i them tashi, se çfarë sakrifice ka bo, dhe më thonë, nuk ka bo të pa mundurën për të në ngrit, për të në ushqy, edhe për trujt emrin dhe dignitetin e burrit vetë dhe familjes vetë. Dhe kjo është ajo pjesa e zeros, jo në zero, po në zero, dhe më thonë, të hapit e parë të jetës time të femerisë pyetjes tuaj. Regjia po na shoqëron edhe me fotografit, njëra prej tyre ishte me vllahën, në krah me nanën. Kjo është fotografia në burg. Po, kjo është fotografi me jep shumë emocion, të them të drejtën. Ai djalë aty që po qanë është vllai im i ndjer, kushtrimi, dhe po jo tregoj edhe një fakt për Kosova, është sot plot e mbushur me emër kushtrim. Po ky kushtrim, vllai im i ndjer, është kushtrimi i parë në hapësirat shqiptare. Do të thonë nuk ka pas kushtrim më të vjetër se sa ky, i lindur në 1959, që i ka vu emrin Axha im kur kemi lindë kushtrim, do të thonë. Të tjerët kanë trashëguar emrin, do të thonë prej vllait tim. Ky këtu jam unë, me ato dorë në gojë. Këtë foto në ka bo Kryqi Kuq ndërkombëtar kur ka ardhur në vizitë në burg në Nikšić. Dhe pas ca muajsh, kur ka ardhur në vizitën e dytë, ato të Kryqit Kuq ndërkombëtar, dhe më thonë në mënyrë të tindës, e kanë çu fotografin afër nanës tonë, dhe më thonë që mos më diktu prej gardianëve të burgut. Dhe nana ime pas ndjes e ka rujt me shumë fanatizëm këtë foto dhe unë e kom rujt edhe e kom, dhe më thonë. Tashi, kjo pasqyron diçka për atë që unë e kom shpreh dhe po e shpreh sot. Ai vaj i vllait tim është trishtimi i asaj kohe, dhe më thonë, nuk ishte pak, këtu jemi 2 vjeç e gjys. Në burg, që jemi rast unikal jo vetëm në ish Jugosllavi, po mund të jetë edhe në botë, fëmijët e burgosim në burg të qëndrojnë 4 vjetë e gjys.
Dhe unë kështu e kom interpretu me fjalë që ajo është trishtimi, kurse unë këtu me ato dur në gojë, dhe më thonë, me sa sytë të qiltër, dhe më thonë që e jep shpresin e jetës. Kom përcjell mesazhin e shpresës të jetës dhe faktikisht ashtu ka dalë. Dhe më thonë që ja ku jemi sot. E the që kjo fotografi më sjell shumë kujtime. Çka mendon kur e sheh sot? Po, me jep, të jemi sinqert, me jep shumë emocion, me kthen, do më thonë, 60 vjetë sa pas, që me jep atë pjesën e trishtrimit, të vujtjes, sakrificës. Po, sakrificës absolutisht madhe, po, sot edhe krenarisë, familjes time. Njëra prej fotografive je me nanën në krah, edhe me vllahën, e besoj që regjia e ka gati. Kjo fotografi çka ju sjell? Çfarë kujtimi ju sjell? Kjo fotografi më sjell diçka, po shoh nanën time, me fal për emocionin. Është e natyrshme. Një gru shumë fisnike, një martësore. Ajo kur kjo fotografi është para se me në ndodhë fatkesia, dhe më thënë edhe burgosja. Kjo kanë met me likvidimit e atit tim nga UDB-ja, ka met 30 vjeç, ka qenë 30 vjeç. Imaginoni, unë sot fëmijët e mi, vajzat e mi i kom më të rritura se sa nëna ime në atë kohë, që e të shpa burë, me 2 fëmijë binjak jetim, pa shtëpi, pa përkraje, pa njerëztuese, të gjithë familjarët e nënës time, dajt e mi ishin të rrëtisur në Shqipëri, dhe kjo s'kishte mbështetje nga askush përveç Zotit lartë dhe monit dhe sakrificës saj, dhe më thënë. Kjo është ajo nana Bade, që edhe sot e kësaj dite, dhe dalë ma vonë në Gjakov ku kemi jetu, dhe më thënë, edhe sot e kësaj dite, përmendet si një gru shumë fesnike, dhe më thënë, si gru shumë bojarë, dhe më thënë, edhe masa e Gjakovës, Gjakova ka thirë Allabade. Dhe sot e kësaj dite e kujtojnë me shumë madhë, me shumë nostalgji. E di që ju sjell emocion, sidomos edhe rrugtimi, si fëmijë i vogël me përjetu gjithë ato traumat të mëdha që më mësojnë në këtë rast. Çka ju mësoi nana në këtë rast juve dyve? Me falë që nuk. Çka ju mësoi nana në këtë rast? Çka morët prej saj? Ke marr e para, ke marr pjesën, mendoj, të jetës reale dhe mundi dhe sakrificës të çdo gjë, se jeta nuk është e lehtë. Duke pas një pasqyrë, një persekutim, që thomë ne në Kosovë, një heqje keq, do më thonë, dhe faktikisht nëpërmjet saj ti mëson dhe kalitesh, do më thonë, dhe formosh. Dhe kjo në ka ndihmu shumë, dhe më thonë, për të ardhur aty ku jemi sot, me formim, me pjesën e emocionit, pjesën e shpirtit, humanizmit, krijimit e familjes dhe rrugtimit tonë të ndershëm edhe me një prosperitet aty ku kemi mërë. Mendoj që pas humbjes nanës nuk ka qenë kur gjë e thjeshtë edhe e lehtë. Kur gjë nuk ka qenë në vendin e vet. Po nana ka vdekur në 96-ën, shumë e re. 66 Po sigurisht që gjithçka mbani mend. Po absolutisht po, dhe më thënë, kjo për ne ka qenë edhe bab, edhe nan, edhe daj, se kjo në ka mbulu të gjitha me fjalë, dhe aq fisnike ka qenë që kjo kur ka luftu që ne mos jemi të veçuam nga fëmijë tjerë me trajtimin si ato i kishin familjet e tyre, dhe më thënë, po ka punu ditën natë, ka rritë që të blejnë maqinë qepse dhe me atë maqinë qepse që të punoj me atë maqinë, dhe më thonë që të kryoj një mirëqenje për të në vesh, për të në math edhe për të qenë dënjitetshëm. Se kishte jallë të madhë, e kishte një figurë shumë të madhe, dhe më thonë që ishte gruja zonja e Imeri Merthaçi, që ishte një figurë emblematike, dhe më thonë kombëtare, po e kishte edhe familjen e vetë, vëllezërit e vetë, dhe nënë e vetë, dhe më thonë, dajt e mi, që ishin me një background të jashtëzakonisht të lartë, dhe më thonë, kombëtar edhe fisnik.
Po pastaj humbja, çka ndodhi humbja e vllaut? Çka ndodhi në këtë rast sepse vllau në fakt me ka lanë para ca vitesh. Ne kemi qenë binjak, një vezor. Pak kush na ka njohë përveç familjes tonë, domethënë ka qenë pak problematike në takimin e parë për të na veçu kush është Skënderi, kush është Kushtrimi. Çfarë të them unë, kemi qenë një bërtham e nda në gjysë, 50 me 50, domethënë, edhe në shpirtnisht edhe në çdo gjë. E ndjej në shpirt mungesën. Po kur iku vllau, edhe në këtë rast besoj që kur gjë s'ka qenë e lehtë, sepse Jo, nuk ka qenë e lehtë. Edhe keni qenë binjak. Binjak dhe u theva shpirtnisht, domethënë miku e gjysmë ime. Çfarë bësh? Po, kur ikin ata që kemi dashur shumë nga kjo jetë, dhem shumë, i kujtojmë me mall, me lutje. Absolutisht. Por që nuk harron asnjëherë. Jo, s'kan që të harron, absolutisht. Fotografia tjetër është e babës, që kom marrë disa fotografi. Ja, ky është babe im. Që i ruan me shumë fanatizëm fotografit. Absolutisht po. Kjo fotografi këtu ka dalë në 1935 në Shkodër. 35. Po, dhe ka nxjerr Marubi, foto Marubi. Ja, shifini. Interesante. Shifini pjesën e veshjes që nga tirqet dete të plisjet qeleshës që thonë. Po. Në qoftë se ka pas aristokraci shqiptare, që duhet këtë pas, domethënë, ja ku kemi aristokracinë shqiptare, që mund të burremi para çdo kombi, domethënë që na kemi pas aristokraci dhe kemi aristokrat. Ja shifini qystekun në dorë, shifini saatin 1935, shifini koburën dhe qystekun tjetër, domethënë, dhe veshje, që është për çdo lakmi. E flas si pjesë e trashëgimisë, edhe etnografisë, edhe të dokut edhe kulturës tonë kombëtare. Ja ku është. Dhe kjo foto është e bëmë me fjalën e momentit që ka diplomu Akademinë Ushtarake. Në atë diplomim, domethënë këtu ka qenë 25 vjeç. 25. Po. Ky është i meri Mertati që varr humbur që nuk i dihet varri prej UDB-s. Kjo është babai. Pas gjithë kësaj historie rrëfimit, kur filloi jeta me ndryshu? Rruga drejt dijes, drejt asaj që keni synu gjithmonë për me qenë atë? Po ndryshimet fillon se në fakt u rikthyem në Gjakov në 71-shin. Në randë, më thonë, ky rrugtimi dhe sfida dhe sakrificat ishin 13 vjet të asaj që siç e elaborova që e thash, dhe u kthyem në Gjakov. Dhe në momentin e rikthimit në Gjakov nuk ishte lehtë. Prapë edhe një sfidë e madhe. Absolutisht. Prapë filloi edhe një zero e jetës. Hapi 2, domethënë ajo tabloja ose pjesa e dytë e jetës, domethënë filloi me Gjakovën. Për fat ne në Gjakov kishim ca kushrit ton të dalur nga Shqipëria që herët. Ka qenë familja e Tahir Pukës, që unë për ulem për të familje, domethënë, dhe jam i njohës përjetësisht për ta dhe për djalin e tyre Saliun e ndjerë. Ato në afruan, në ndihmon dhe punësuan nanën me një fabrik aty në Gjakov, metalik. Kurse ne si fëmijë, nuk i kishim lehtë. Të them të drejtën, domethënë që tash këto brezat të rije dhe fëmija e mia dhe nipat e mia kanë shumë vështirë për ta kuptuar, domethënë, jetën edhe hapat e siç kemi jetë. Kemi punu si fëmijë. Unë me vllajin. Në atë kohë, domethënë, kemi punu, kemi shku në Ernik, kemi vjel molla, kur ka ardhur në vnesht, me fjalë pemtarinë e Ernikut Gjakovës, me nomër dhe ato pare, dinarët e asaj kohë, i merrshim ja çojshim nanës. Për të participuar, domethënë, në familje, si na ishim 3 vetë. Një rrugë nuk na dilte, a me pagu qira, a me hangër, mo vesh, apo me tjera. A ka qenë ajo puna jote e parë? Po, absolutisht po. Ajo është puna e parë, domethënë, pastaj vjelje rrushit, pastaj vjelje dohanit, domethënë, kom di që duart e mia të ishin zi, si korbi, domethënë, duke vjel dohanit dhe duke vu vargji, kurse arraj, domethënë, një varg ka qenë 3 dinar në atë kohë dhe unë arrisha deri 15 vargje për t'i bo. Imagjinoni tash, domethënë, me ja çu nanës 30-35 dinar asaj kohë, domethënë, në shtëpi ishte gjë e madhe. Domethënë, dhe ajo ka pjesë, ka qenë ajo kjo, më ka ndihmuar shumë
për formim edhe për hapat e maturiteshme të jetës time dhe sigurisë time që si të ecet në jetë dhe si ta marrësh jetën të arrish aty ku duhet. Kjo do të thonë që ju një pjek para kohe? Duket se po. O besoj që ka shërby gjatë jetës, apo jo? Ka shërby, normal që ka shërby, se me ka sjell aty ku jem sot. Po, sa ka qenë e vështirë rrugtimi drejt dijes, drejt shkollimit? Po ka qenë e vështirë, nuk ka qenë i lehtë. Unë në atë kohë me fjalë, ne kemi jetuar në Gjakov dhe unë kom marrë në Prishtinë dhe në shkollën e mesme në teknikën e Obiliq. Dhe ajo periudhë, ajo rrogën anës u doshte përmunda dhe më thonë edhe për të ushqyer në Gjakov me vllajën, po edhe për të participuar për të ndihmuar mua dhe më thonë në shkollimin. Po unë çka kom bë? Çdo vikend, fund javë, unë i kom hip autobusit i më kthyer në Gjakov ditën dhe unë bilet pak të një ditë kom shku dhe kom punu argat. Me ditë punë argat për me mujtë me adal, me marrë ato lekë dhe më thë ato pare për me mujtë, për me mbjetu, për me eshe dhe kështu ka shku dhe më thënë deri në formimin tim dhe të profesionit dhe në atë kohë kur unë jëmë pusu në Gjakov. Nuk kom punu shumë në shtetë, me të drejten, kom punu në një ndërmarje aty në Gjakov, kompresor quhet fjalë, dhe pastaj në periudhën e fund viteve të 80-ta, kom marrë rrugëtrimin tim, dhe më thonë, të jetës. Prapë edhe një sfidë madhe. Tabloja 3, dhe më thonë, 3 ose 4, si mund quhet me fjalë, dhe jom instalu në Zagreb një kohë. Kom pas një kompani të krijuar në ajo periudhë ku ka qenë, dhe më thonë, ekonomisë tregut, me tregtie me disa dyqane që apo diun. Dhe prej Zagrebit pastaj kom hinë në Shqipëri. Unë në Shqipëri jem rikthyer 89-ën, në fakt. 89-ën? Po. Me një fjalë, rikthimi ishte i natyrshëm, ishte në vendin tim, në vendin e origjinës, domethënë, pavarësisht ai veç sa kishin filluar, domethënë, lohatjet e ndryshimit të sistemit, unë jam ai që i kom përjetuar të gjitha ndryshimet në sistemit, domethënë, edhe periudhës tranzicionit deri më sot në Shqipëri. Interesante rrugtimi, thashtë ka shumë detaje, shumë aksesor që nuk i keni nxjerrë kur në publik, por kur ktheheni me mendu thellë brenda teje, çka mendon këtë pjesë? Një rrugtim i gjatë, i mundshëm? Ndihesh mirë, i mundimshëm, po ndihesh edhe krenar, domethënë që ke arritë dhe je aty ku je. Faktikisht unë rikthimin tim në Shqipëri dhe pastaj prapë në Zagreb, unë arrita dhe më thanë që nëpërmjet miqve të mi austriak dhe të veproja, të ndihmoja edhe bashkëkombasit e mi në Shqipëri dhe unë në atë kohë krijova shoqatën Shqipëri-Austri, që kom qenë për shumë vite kryetari i shoqatës Shqipëri-Austri dhe arritëm dhe më thanë me një figurë e madhe dhe që e më njohës edhe jo vetëm unë, por edhe gjithë kombi shqiptar që duhet të përkullet asaj figurët madhe, zonjës Mariane Graf nga Graci, që ka bërë një punë të jashtëzakonshme dhe kemi qenë një dyshe që kemi dhënë shumë, kemi prodhu shumë, kemi ndihmu shumë, domethënë, deri sot në Shqipëri, po edhe gjatë luftës Kosovës, edhe pas luftës Kosovës. Pse kur nuk i keni nxjerrë këto në publik? Pse i keni marrë hermetikisht për veten tënde? Po qatë të mund, dhe me thënë, opinioni, faktikisht ato problemet e tranzicionit, po darim me dy tablohet, mi fjellë. Pjesë e tranzicionit në Shqipëri, dhe me thënë, ishin probleme shumë të ndjera dhe shumë problematike të ndjeshme, varfërie madhe dhe kur të merresh me humanizëm, dhe me thënë, nuk është korrekte edhe nuk është njerëzore që ti tash të promovosh gjëra, dhe më thënë që mund të ndihmosh tjetrin, a kupton. Është bo trendi kjo, është bo moderne? Po, kjo është diçka që mi fjalë jemi kursy shumë. Kësaj tjetër është diçka që opinionet të institucionet, dhe më thënë, e kanë promovuar, e kanë dhënë atë punë. Dhe kjo është një ndër arsyet që nuk kom dalë shumë. Nuk keni folë. Po, funi, dhe më thënë, ka qenë një rrugtim shumë i gjatë, që është lanë i gjurmë e madhe. Unë kom arrit në Shqipëri dhe më thonë që vetëm po jap një fakt me që me pyetët, vetëm me veshmathje në Shqipëri me zonjën Graf, me të shoqin e saj, William Graf, inxhinier Grafin,
dhe një rreth shoqëror austriak, dhe më thanë që kemi qenë vetëm shqiptar, kom qenë unë. Kemi rritë që vetëm në Shqipëri ti mbledhim, ti sistemojmë, ti transportojmë, dhe unë me dorën time t'ja ndaj 35.000 pako. 35.000 pako që kanë qenë pako të mëdhaja, një rreth 1 metër, dhe më thanë, jenë 35 kilometra. Tash imagjinoni si mund nga kjo studio këtu në Prishtinë, dhe më thonë 35 kilometra ku mund të shkojmë deri në Drena, sa mos ka më shumë. Ti rreshtojmë një nga një, dhe më thonë, deri në Drenës, 35 kilometra. Dhe më thonë, gjithë kjo arriti që është bëhe. Plus asaj pastaj me pjesën e ndimes tjetër, ka qenë unë kom realizuar në Shqipëri 137 projekte. Qa do thoni, qa projektesh? Shkolla, qendër shëndetësore, kopshte, ura, ujësjelca, dhe më thënë, 137 projekte të realizuar që unë ja kom lanë vetit, dhe më thënë, në rrugtimin tim, vendit tim, kombit tim në Shqipëri. Pastaj me Kosovën, ballafaqimi parë që në ra hise, dhe më thënë, si pjesë e sakrificës kombëtare tonën dhe lufta e Kosovës, në vitin 98, kur ka dalë eksodi I parë nga Rrafshi Dugaxhinit, nga pjesa e Deçanit, 20.000 në Paderë dhe në Tropoj, kom qenë njeriu I parë që I ka prit bashkëkombësit e mi. Ku shteti shqiptar në atë kohë u luriste me dije pa dije, me tendencë pa tendencë, dhe me thonë qa mund bëhet me 20.000 kosovarë, çka mund bëjmë me ta. Unë kom arrit nga 20.000, 5.000 t'ja heq nga dora shtetit shqiptar për t'i ushqyer dhe për t'i sistemuar të bashkëkombësit e mi. Që në shumë nga Deçani, nga ato fshatrat e Dranës, që I di shumë mirë, dhe me thonë të Deçanit, dhe në atë periudhë nuk ka pas ndihma, nuk ka pas donacione. Po e flas pa modesti, për herë të parë po e shprekte. Ajo periudhë ka qenë aq e ndjeshme, dhe me thonë se unë kom ecë dhe vepru nga buxheti I familjes time, për t'i ushqyer këta njerëz. Me mia, nuk du më shku me shifra, dhe me mia marka sa e kohë. Kur unë kom shku në Laprak për të kërku dyshek të bashkëkombasit e mi që kishin fabrikë, dhe me thonë, për të ndihmu bashkëkombasit të mitë edhe tyne mos me fjetën në beton, dhe nuk më kanë dhanë, po jem detruar për me ble, imagjinoni se ku jem. Po këtë e kom bëu unë. Kom ble edhe dyshek, dhe me thonë, që ato së ngjerat për bashkëkombasit e mi. Për herë të parë për e shprekte, po e them. Në studin e juj. Dhe kur ka ardhe eksodi I madh pastaj, që filloj me marsi me bombardim, unë kom qenë në Shqipëri. Unë kom qenë edhe pjesë e strukturës, dhe me thonë, të logjistikës luftës ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dhe në atë kohë, në atë periudhë, dhe me thonë, pastaj kom arrit, dhe me thonë, që me zonjë graf, me miqë tonë austriak, për të vepru dhe kemi qenë donatorët e parë, po jo vetëm të partë, po që kemi dhënë kontributin më të madh, dhe me thonë, në asaj periudhe, për t'i afru kosovarët tonë, për t'i ushqyer edhe për t'i instruar. Edhe me ngritjen e kampeve, me 2 kampe në Puk, në Shkodër, në Mamuras, plus dhe me thonë që qendrën e kemi pas në Mamuras dhe ambulant. Dhe në atë periudhë kom arrit, dhe me thonë, që të sjell vetëm në Shqipëri 1876 tonë ushqime. Pra aq kohë. Tash kur e konvertojmë vetëm me mahune, si themi ne në Kosovë me shlepera, janë 100 shlepera. Imagjinoni 100 shlepera sot me I futën në Kosovë, dhe me thonë për sa kohë Kosova ushqet. E kuptoni? Edhe pa në shkalu asë një ditë, dhe me thonë, pjesën e logjistikës edhe pjesën e luftës, dhe me thonë, me ato punë që u dishke për t'i nejtë gati shumë gjënave. Dhe kur ka mbaru lufta Kosovës, kom qenë I pari që jam fut me konvojnë Gjerman në Kosovë me 360 tonë ushqime. Dhe tash me pyesni ku jeni stacionu. E kisha shumë lehtë për t'u stacionu në Dugaxhin, që unë isha rrit në Gjakov për
tu staciono aty edhe për ndihmuat pjesën e popullatës Gjakovës rrethine Deçan e Kupat edhe unë. Po jo, kam ardhur dhe jem stacionu në Drenicë. Për vetëmin fakt, duke di se Drenica kishte bë sublime dhe sakrificën më të madhe që kishte bë kush në pjesën e sakrificës së luftës së Kosovës, që ishte shkatruar komplet. Dhe jam fut në Drenicë dhe ajo popullatë e Drenicës është ushqyer për 2 vjet e sa vetëm komuna Drenasit, që i thoshin në atë kohë Llogovc, mbi 80.000 frym i kam ushqyer me dorën time. Plus edhe pjesën e komunës Skënderat të Likovci, ato i njoh shumë mirë domethënë ato zona. Pastaj kur ju kemi rikthyer mas emergjencës, ju kemi rikthyer domethënë rindërtimit dhe ja kom arrit për të rindërtuar 475 shtëpi. T'jen vetëm 475 mërtek që thojmë na, jënë shumë le më shtëpi. Dhe në Prishtinë, në atë kohë, zonja një figurë shumë emblematike dhe kombëtare, doktoresh Flora Brovina ishte në burg, ishte dënuar domethënë. Ajo kishte lënë trashëgiminë një qendër të rehabilitimit të nënës dhe fëmijë jetim, që ishin me qindra domethënë që kishin me pa prindër. Aty të qafa dhe aty kom shku kur i kom pa ata fëmijë domethënë ka qenë të mërshme se çka kushte dhe kom marr masat dhe jo kom ngrit qendrën e re. Aty në fëmijëve kanë pas kulmin në kry, kanë pas edhe vendin hapësirën për të luajtur edhe për të arktruar domethënë, dhe ai personel derisa ka dalë, edhe mbasi ka dalë doktoresh Flora nga burgu, që pastaj ka marrë prap drejtimin e saj, ju kom arrit domethënë edhe për të simuluar me rroga personelin për të fëmijëve. Po edhe një fakt tjetër do ju tregoj që është shumë i ndihshëm domethënë. Një fakt duke kthyer nga puna për ditëshmëria e këtyre angazhimeve, një natë në shtëpi po darkohemi me familjen dhe lëshojmë lajmet e televizionit të Kosovës në atë kohë që ishim. Dhe në atë moment jep një histori domethënë për 3 fëmijë të ranë në mina. Ishin 3 fëmijë të gjymtuar domethënë pa kamp, ishin duke u trajtuar në spitalin e Prishtinës. Dhe televizioni i RTK-s i jepte një histori domethënë si informacion për ata. Dhe në atë moment mu domethënë ajo pjesa e emocionit duke u fokusuar duke pa atë histori me fjalë, kishte kap emocioni dhe mu po më rrjedhin lotët. Vajza madhe ishte në krahatimin në Borneta dhe më thot babi thot ti po qan. Jo, e kuptoni tash, pa vedi domethënë pjesë e shpirtit emocioni dhe kur shoh lot, e kuptoni domethënë edhe dëshmëri. Dhe unë më nxik komprit që dali sabaj, që të shkojnë në spital të i takoj atë fëmijë, të i shohë atë fëmijë. Dhe i gjej atë fëmijë. Mjeku përgjes që ishte kirurgu Hasani, me mbiemrin tash po e harroj emrin, që e njihja, me takoj dhe i kërkova dosjen aty në fëmijëve. Me thot, çfarë po duhet? Thash, të lutem ma jep, që tentoj të bëj diçka, mos ja arrit i çoj këta fëmijë në Austri që të trajtoj. Dhe ja kom arrit me zonjën Graf. Ka ardhur aeroplani special i ushtrisë austriake në Slatin me gjithë personelin mjekësor dhe unë ja kom dorëzuar me durët e mia ato fëmijë, 3 fëmijë. Dhe ato fëmijë më kthy pas 2 muajsh në kam. Sa mirë. Dhe pastaj për ata fëmijë kom ngrit në Drenas qendrën e tyre, qendrën e kompjuterave domethënë që të marrin dijen edhe zhvillimin, dhe një qendër tjetër domethënë për gratë, veja, floktori dhe për të mësuar zanatin domethënë. Ndër kjo është ajo pjesa e asaj e emocionit që unë nuk do ta harroj sa të kemi domethënë kjo që me ka dhënë të forcën domethënë dhimbshmërinë, po edhe e arrita për të bërë diçka për ata fëmijë. Para 10 ditësh një nga ata fëmijë e kom takuar rastësisht këtu në Prishtinë një të pamë kështu si e kemi ne, dhe unë nuk e njihja, ishte burnu, ishte boj madh, dhe në momentet e daljes erdhi më afru tha, Axha Skënder tha po mjeft, thash jo. Tha jam e Gzoni. Cili e Gzon? Thot i Bajicës. Ja pa, normal, e mora ngryk domethënë, e shtrëgova se ishte fëmia im. Jo biologjik, po ishte fëmijë shpirtëror domethënë. Dhe këto janë ato pjesë të emocionit që mesin edhe të bëjnë mundi mirë.
Shumë mirë, po më vjen shumë mirë që sonte ke thonë ato që nuk i ke thonë dikun tjetër. Aq më shumë duke i nxjerrë disa detaje që nuk i kishe thonë për asnjë çmim, me thonë të drejtën. Besoj që kjo pjesë ju bën krenar edhe me një shumë i plotësuar, i lumtur që keni bërë për të tjerët. Po në fakt, faleminderit për pyetjen, po ndihem mirë, ndihem komod, absolutisht. Ndihem komod e para për veten time, po ndihem mirë, domethënë edhe për ato dy prindtë mi, që kanë sakrifikuar. Që paktën kanë sakrifikuar, pak po kanë sakrifikuar shumë, domethënë, dhe ju mundu domethënë që të paktën në formën, në mënyrën tjetër, domethënë që të hec hapave të babait tim. Në qoftë se ai ka ec për kombin, edhe me dijen, edhe me pushkën, unë paktën kom ec me dijen, edhe me mundin, sakrificin, domethënë në formë krejt tjetër për të bërë diçka për kombin tim. Dhe sinqerisht ndihem shumë mirë, ndihem komod, familja ime ndihet, besoj që ndihet mirë, rrethi që më njeh absolutisht ndihet mirë, dhe kjo është diçka që të bën krenar. E dyta, pjesa institucionale domethënë është ajo që nuk të harron dhe të vlerëson, populli po se po, shoqëria, mos pretendo kur që ta din të gjithë, po ajo pjesa e shëndetshme, domethënë që ka sedra dhe njerëzillëk, absolutisht të vlerëson edhe nuk e harron. Tjetër, pjesa tjetër nuk është pjesë e jone, ajo është botë krejt tjetër, dhe institucionet, po ju tregoj edhe një fakt, domethënë që institucionet e shtetit shqiptar, edhe austriak, mo me kanë vlerësuar. Okej. Po e flas pa modesti, tashime që me provokove me këtë pyetje. Unë gëzoj shumë dekorat. Mirënjohje. Mirënjohje, dekorata, me një fjalë, edhe mund ta them edhe pa modesti, mund të jem edhe një ndër shqiptarët më të dekoruar, domethënë në gjithë hapësinë shqiptare. Gjithmonë po flisni për shtetin shqiptar. Po, absolutisht, po, a ju më nderon mua. Ti jemi të qartë. Unë ndihem ma nderuar, jemi respektuar, domethënë nga shteti im shqiptar, se sa të marr një çmim Nobel. Jo, është e natyrshme kjo, po. Me gjithë vlerësimin për çmimin Nobel, kupton, nuk pretendoj unë absolutisht, jem shumë larg me çdo gjë me ato, po e them domethënë vlera, është ajo që të vlerëson ai që duhet trungu yt, kombi yt, institucioni yt, shteti shqiptar që është i jemi, edhe gjithë shqiptarët. Unë gëzoj 2 dekorata nga 2 presidentë. Shumë figura emblematike kombëtare janë dekoruar, me fjalë, nga shteti shqiptar, po janë dekoruar nga njerë. Po. Duke marrë, domethënë, figurat tona me s'po i marr si emra, domethënë, po të respektuar, nderuara, unë jam 2 herë. Medalën, gëzoj medalën e mirënjohjes nga presidenti Alfred Mojsiu, në vitin 2004. Jam i dekoruar nga presidenti Ilir Meta me medalën Nën Tereza. Jam 8 herë qytetar nderit në bashkia dhe komunat e Shqipërisë. Jam i dekoruar me mirënjohje nga shteti austriak, që më bë të ndihem mirë. Kosova nuk më ka harruar Drenica, të jemi sinqert. Ka qenë fillimi i asaj kohe, domethënë është mirënjohja e parë që duket e parë dhe fundit që e kanë dhënë dikuj, ma kanë dhënë mua. Në Kosovë? Në Kosovë, në Drenas dhe kuvendi komunal, asaj kohë që unë falenderoj shumë, domethënë që kemi punuar jashtëzakonisht shumë, ka qenë një ekip i jashtëzakonshëm asaj kohë me kryetarin Izet Ibrahimi dhe atë stafin e tij. Një mirënjohje që unë e vlerësoj jashtëzakonisht shumë dhe ka motivacion, thot shprehimisht, ishit e parët që vu dorën e ndihmës për këtë popullat të shumë vujtur të Drenicës dhe me bon krenar, domethënë. Dhe kjo është ajo që pasuria më e madhe dhe kur vlerësohet, sigurisht. Po, ndihem mirë. Ju e dini se që shën minutazhat e televizionit edhe të emisioneve, po une me qefin më të madh kisha me dashur me fol me orë të tona, por që nganjëherë disa gjëra kufizohen edhe që nuk është gjithçka e jona, me thonë të drejtën. Për mua sonte ka qenë kënaqësi shumë e madhe, ka qenë privilegj me ju intervistu unë. Kemi shkëmby mesazhe bashkë, po kur nuk na rake që me bani datë të caktuar. Unë ju vlerësoj shumë si figurë, si personalitet, si bamirës i madh, e që kur s'ke marrë një flamore dhe me thonë që unë e kom bë këta.
sonte ti nxora unë, me thonë të drejtën, se përndryshe nuk është që i kishe thonë. Kështu që të gjitha kamerat janë në fokusin tënd. E du një mesazh që të buron për i shpirtit për gjitha ata të cilët ti i ke për shumë zemër. Unë se pari me lejo të falenderoj me fjalë për ftesën dhe absolutisht e vlerësoj jashtëzakonisht shumë. Ju kom përcjell me fjalë në emisione tjera, me intervista tjera që keni bërë me fjalë dhe me shumë dashamirësi dhe kënaqësi e kom prit ftesën tuaj, domethënë që jem sot këtu. Ju falenderoj edhe për provokimin. I kam. Provokimin e mirë që bëhet me fjalë me nxorret aty ku me sot edhe media tjerë ndoshta edhe nuk si kanë nxjerr sa gjana që unë sot i shpalosat e ju dhe ndjem komod me fjalë. Mesazhi im me fjalë është ky që duaj Kosovën sa do familjen tatë. Puno për Kosovën sa puno për familjen tatë, se familja e përbashkët është Kosovën. Si cili me mundësinë e vet, me kontributin e vet. Edhe në qoftë se nuk mundin me bëu mirë, bile të paktën mos bëjnë keq. Të rinë aty ku janë. Falenderoj shumë sonte, falenderoj për gjithçka, edhe për kërkoj edhe shumë falje për emocionet që solla, po është formati i tillë edhe është njerëzore absolutisht. Ju falenderoj edhe ju. Faleminderit shumë edhe një herë. Merci. Atëherë të dashur miq, besoj që ju pëlqeu bashkë biseda jonë. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje. Unë ke emocionuar shumë me të drejtën dhe kum hinë në rrëfimin tënd.